Mirë se erdhe Dorina. Si gjeta. Shumë kënaqësi me prit në studio e dashur. Faleminderit shumë për kohën. Hajde ratohemi. Ky është vendi për ty. Faleminderit. Të lash të presësh pak, po besoj na mirë kupton. Me kënaqësi dhe isha duke e dëgjuar. Sepse e kishim shumë të rëndësishme që ta nisim me atë atmosferën e mbrëmshme edhe djemtë e meritonin këtë hapësirë televizive. Edhe unë u emocionova duke po ata, kështu që të gjithë jemi shumë gëzuar për arritjet të mëdha. Faleminderit që je këtu sot, kënaqësi të të kem. Faleminderit për ftesë. A i ke gjithmonë pas ditet më të lira apo kur nuk i dihet? Varet prej angazhimeve që mund t'jenë edhe në orët e pasditës edhe ato të paraditës. Zakonisht pasditë jem e lirë, vetëm me obligimi janë ato familjarë, do thot me fëmijët, edhe kam kohën kur mirë me fëmijë, bashkë me familjen. Okej, ti je nga Gjakova, po? Në prejardhje jam prej Gjakovës, por jetoj në Prishtinë. Jeton në Prishtinë. Si shumica e Kosovës. Si shumica e Kosovës. Për gjakovarët, sidomos kur flasim për raportet me Amerikën ose dashurinë që kanë, ekziston kjo përshtypja që gjakovarët e kanë një lloj dashurie më të madhe ndaj Amerikës për dallim prej shteteve të tjera. A ekziston kjo? Me të vërtetë ka përshtypja që përshtypje kështu në... Qa desh me besu që këtë Kosova ka ato, për nështë ka të bëjë edhe elementi patriotik i komunës Gjakovës, nështë gjithmonë që i ka afru aleat tonë, dhe nështë ajo lunë rëllë. Po besoj që gjithë jemi pro-Amerikë. Ti je angazhuar në shumë fusha, unë edhe në prezantimin për ty, përmenda veç disa nga ato në për të cilat ti ke dhonë edhe vazhdon t'ja për kontributin tënë. A është e vështirë me i menaxhu të gjitha edhe çka të motivon për mos me undalë? Me i thonë vetës, okej, le ta stopoj këtë angazhim për pak kohë, të mirën vetëm me një ose me dy. Faleminderit për pyetjen. Është shumë e rëndësishme për secilin person të rritën me pas një lloj, në anglisht i thonë thirrje ose call, në farë mënyrë thirrje. Për mu, thirrja ka qenë prej kohës ku kam qenë shumë e rej, që me ndihmu trive të vendit tonë, edhe mundu me kontribue në shtetë ndërtim, edhe kur gjosë besoj që o ma mirë se sa me investu në gjeneratet të reja. Kështu që ajo më motivon qdo herë, sa herë i takoj triti dhe gjoj shka thojnë, ju dhe gjoj andrat, edhe më bo me kuptu sa shumë edhe na kemi nevoj si tritur me investu në ta, njëtën ku ata sa ka nevoj, edhe kjo dhe gjushe monë gjallë me një farë mënyre. Dashuria për me ditë nevojen e trive për me ndërtu vendin edhe mu zhvillu ata si individ, gjysh e motivon. Ti tashme je në krye të një prej organizatave më të vjetra në botë, që është jashtëzakonisht fat për gjithë të rinjët dhe jo vetëm që ka një përfaqësi të saj në Kosovë, në cilën ti je në krye të YMCA-s. Sa ka ndryshuar edhe YMCA-ja dhe mënyra se si është pa ose pranu në shoqëri dhe anasjelltas prej momentit kur ti ke qenë pjesë e saj deri më sot që flasim? Po, e tha me drejt, organizata është institucioni më i vjetër në botë dhe më i madh i trive. Vetë fakti që YMCA e përfaqëson zonën e trive të botës në Kombet Bashkuara, do të thotë ka ulse permanente të përhershme që i këshillon shtetet anëtare të UN-it për investimet në rini lidhur me shtetet e tyre, tregon pozitën strategjike po edhe ndikimin e madh në botë. Unë normal nuk jam themeluese YMCA-s në Kosovë, YMCA Kosovë ka para se me ardhë une, por gjatë mandatit tam, kom provu me bo ma të mirën, sidomos fokus kom dhonë në krijimin e një qëndrueshmërie, institucionin cili do të shërbej shumë gjeneratave, për shembull duke punu bashkë me ekipin edhe me bordin e drejtorëve të vullnetarët me të gjithë, kemi arrit me antarësu Kosovën në Federatën Evropiane, i cili po ashtu është një institucion shumë i rëndësishëm për Evropë, ku shtetet anëtare janë anëtarë dhe Kosova është i vetmi vend në rajon që është anëtar me të drejtat plota. Edhe pas asaj, thuja se kur futbolli si nuk nalen, se ishi ma herë të folë, kemi punu shumë për mu antarësu në Federatën ose Aleancën botnore të YMCA-s, ku definitivisht është shumë vështirë mu antarësu, është pak si mu antarësu në Kombet Bashkuara ose në EU. Kriteret janë shumë të larta, po kemi punu shumë, kena dëshmu që jemi një vend i cili e dojmë transparencën, e dojmë investimin në tri, kemi qenë shumë korrekt ndaj kërkesave të tënve, edhe me mbështetjen e Britanisë Madhe, SHBA-s, vendeve
aleatët tona, Kosova në 2022 është pranuar me të drejtat plota si anëtarë në Federatën Botërore. Kjo është diçka që nuk gjbohet, kjo nuk kthehet për mbrapa. Do thotë që kjo ka qenë diçka shumë e rëndësishme për mua si udhëheqëse me siguru që zoni i fëmijëve, trive tonë çdo herë i barabartë me vende të tjera, se shumë gjenerata kena pas që zonin ka njëherë dhe ju ka shu pi pamundësisë, e kjo ka qenë shumë e rëndësishme dhe vazhdon me qenë e rëndësishme, do thotë kemi kalu një fazë tillë si element tjetër përveç qendrave të rinisë dhe bashkëpunimi nivele komunal, nacional, tash po ndihmojmë edhe rajonit, është edhe një projekt shumë i veçantë i cili kemi arrit me ndërtu qendrën e parë të edukimit jo formal në Ballkan. Në Ballkanin Perëndimor është një qendër cila ka vende ku trit mundën me flejt, mundën me hongër, mundën me bo aktivitete. Ideja është me e pas një qendër ku fëmijët e Kosovës shkojnë bashkë me shkollat, me rotacion, do me thonë se ajo nuk ka kapacitet sa kemi fëmijë. Ne shkojnë në rotacion edhe zhvillojnë aktivitete, edhe UJQ-t, edhe organizatat, po edhe shkollat. E kjo për shembull ka një lloj marrëveshje që 100 vite nuk mundën me ndru destinimin asaj qendre. Do me thonë, partnerët tonë të SHBA-s kanë imu me blerje, pi blerjes tokës, pi temelit, deri te ndërtimi i kësaj qendre, cila do t'i shërbej shumë gjeneratave. Të thëtë që thojnë është që ki boti për shtetin, ma shumë se sa shteti ka bo për ty. Kjo është YMCA po bënë në Kosovë. Cilat janë shqetësimet, ose disa prej shqetësimeve të rinjeve që kanë sot, edhe nëse mund të bëjmë për shembull dallimin e para 20 viteve, ose diskutimeve dhe halleve që mund të kemë pasur atëherë, dhe për çka diskutojnë ata sot si hall tyrin? Po, tash për shembull, realiteti normal është komplet 100% pothuajse ndryshe. Unë mendoj që në të kalunen të rrit janë konë shumë atë ofert, edhe nevojat e tyre janë konë shumë atë oferta me familjen. Tash kemi një ndorje, flasë edhe në aspektin global, se i njekim si institucion ndërkombëtar, i njekim trendet e zhvillimit të rinisë, duke marrë parasysh që janë 1.8 miliard të ri, edhe ne i përcjellim krejt botën në glob si po lëvizin, po të e lidh Kosova tash nuk ka diferencë me vendet tjera. Të gjithë se teknologjia i ka lidh krejt fëmijët e trit janë njëjtë, ajo me një kutimuj me thonë. Diferenca atëherë janë konë matë përqëndrun e në kontribut në familje, po tash në Kosovë të rritë edhe standardi, numri i trive të cilit e kanë prioritet kontributin në familjen e gjërë, ka njësë pak e së mund zvoglu se standardi është rritë, ka ma shumë, ka mundësi që ma shumë njerëzën të punësun, ose kanë familjarë jashtë, po e nivelin personal, sot të rritë janë shumë ma të vetëmunë. Të thotë atëherë kam pas pak e zemrën plot se kam pas shumë njerëz ofër, tash për arsye teknologjisë na kemi edhe ndikimin e shëndetit mendor të gjeneratat e reja, të cilën nashta janë në klasë 30 vet, po janë 30 vet të vetmun, sepse të gjithë janë në qatë botën e teknologjisë. Kjo është diçka që është shqetësuese, edhe duhet ma seriozisht me marrë dhe vendin jonë, me punu me shëndetin mendor, mundu me zhvillu për qëtë arsye qendrën që ndava ma herë, ose qendrat rinore në Kosovë janë shumë të rëndësishme, se këta shkojnë edhe folin me një tjetërin. Na i përcjellim për tash trendet, është gjenerata Z, ose tash në alfa, të tash betat janë ka vini përcjellin. Për shembull, gjenerata alfa të cilë tash i ka deri në 15 vjet, 0 deri në 15, do me thonë 3-4 deri në 15-16, që aty po cilën. Ata për shembull janë shumë pro teknologjisë, edhe këtë komunikimi të nëvë është nëpërmjet teknologjisë. Na po provojmë me thonë që ka njëherë është okej, me lonë telefoni edhe me qyrti kënë sy. E kjo nështë duket i kësha shumë e thjeshtë, po lunë rol shumë të një i ri, i cili nështë krejt ditë nuk e ka këqyrë kërkon në sy. Kërë që një bëjthirje prindve edhe mesim dhënzve, të gjithë na duhet me mësu që kjo gjenerat funksionon. Edhe jo nështë me i para gjuku, ose mi gjuku, se këta nuk e kanë zgjedh telefonat më konë
të kryum para se me lindë, dhe. Do thotë, na duhem të gjithë mu eduku, qysh me punu me këta. Mu afru. Adi jo me pos qasje në kundër, s'pe na dëgjojnë trituse. Do thotë, na duhem si tritu me mësu. Me gjetat mënyrën se qysh me ari. Me shku me folë tre për drejtën sy. E vërtet, shumë rëndësishme kjo thirrje që e bune. The që të rinjt e Kosovës janë pothuajse në një kuti me gjithë të rinjt e botës. Po, a ka ndonjë segment ku tek ato trendet që juve përcjellni të rinjët tonë qalojnë ose janë me hapa më të ngadalt në raport me vendet tjera? Edhe në cilat hapa? Po, për shembull, edukimi jo formal, ende në Kosovë nuk është shumë i pranu në mënyrë naturale. Për shembull, në vendet e Bashkimit Evropian në vitet e 70-ta, non-formal education ose edukimi jo formal është konsideru esenciale për secilin fëmijë. Çka do të thotë, secili fëmijë në Bashkimin Evropian duhet me marrë pjesë në aktivitetet e edukimit jo formal të ofruar prej vendit. Në Kosovë, ne nuk e kemi as profesionin punëtor rinor, është youth workers, i thojnë, sikur psikolog, sociolog, punëtor social. Punëtor të rinor në të ne nuk ekziston profesioni. E në secilin shtet që shkon jashtë balkonit perëndimor, bilim dhe disa, është si kategori që dikush shkon e studion qatë fush, sikur që kemi për edukimin e hershëm, shkon e studion edhe punën me të rritit dhe adoleshentat. E kjo diçka që për shembull është mungesë e madhe, po ashtu nuk ka të mjaftueshëm qendra të rinisë. Ti për shembull komuna e Prishtinës është kryeqyteti edhe nuk ka qendra të rinisë. Edhe se, do më thonë, konstant nuk është ndërtu hapësina ku adoleshent, sidomos, është mosha ma nishme, me mujtë me shku mas shkollës në për aktivitete, po pa e pas qatë kushtin e pagesës. Se jo krejt fëmijët janë në njëjtin stad të mundësisë që prind mundën me mbështet, andaj se të gjitha komunat duhen, për shembull, ka komuna, për marrë shembull komuna e Pejës, është një komunë e cila, se na kemi punim shumë komuna e Pejës për shembull e ka s'di sa gati 4 qendra të rinisi ka ndërtu për rini. Ata të rinj shkojnë edhe marrin shërbime pa pagesë në qendra të ndryshme. Edhe këto modele duhen të gjithë Kosova me i pas, mënyrë që me i jap shansë secilit të ri, pa marrë parasysh backgroundit. Se nëse një prind ka mundësi, ai e dërgon diku që është nështë edhe shumë shtrej, e tjetri nuk e ka. Vetëm me pas e lloj barazie në komunitet. Do të qendrat e rinis, edukimi jo formal, edhe një plan zhvillimor për fëmijët, edhe për të rit. Se për shembull, besoj nështë edhe ju, vetë të tjerë, adoleshentat janë njëjë si pleqt. Shumë shpesh kur tjetë e hecë rrugës, nuk i shën. Shumë është interesant na hecim, vetëm nëse na thot dikush është një dytë mushun atë, dhe ti ose një e kthen kryt, për ndryshe janë qatë shumë që nuk flasin në komunitet, zoni nuk i dëgjohet, sa që nuk i ndhin. Edhe adoleshentat, nëse shkojnë nëpër Prishtinë, ne ecim nëpër kryeqytet të gjithë na, shumë shpesh i shën janë të ulën diku në rrugë një grupi të rive, edhe shumë pak i vrejnë ose dikush komunikon me ta. Apet me bëj thirrje, këqyrni anash si tritur, këqyrni nëse shihni ai të ri, mos shkoni me gjykim. Thune shumë mirë po luni nëse janë të lujt diçka ose jepje një kompliment, bëni mundi mirë se ata ka nevojë mundi pjesë e shoqënisë pak më aktive. Ç'është ndikon të jesh nanë e 2 djemve edhe të përdorësh apo shfrytëzosh gjithë nivelin tënd të studimit edhe kapacitetin e përvojës së punës e gjithçka. A merr nganjëherë nga këto kritikat nga fëmijët se të se nuk je në punë, nuk është se je pjesë e ndonjë projekti apo programi, na le dhe neve të bëjmë si duam, apo i balancon mirë dhe nuk je ajo nëna strikte që, me thonë, e nxjerrat formën që projektin ta zbatoj tek fëmijët e saj? Unë i kom 2 djemë bineq, do thotë binjakim të dytë, edhe përderisa dhe organizatat të cilin punoj është konsiderohet si organizat familjare. Në kuptimin që edhe fëmijët mundën më bua antarë në organizatet dhe mundën më zhvillu aktivitete, nuk muj me thonë asha që bëj komplet ndarje, po shfrytëzoj kohën me qenë edhe nanë me ta, po njëjtën kohë edhe me punuemi nkuraju ata në zhvillim. Se dia kisha mujtë me thonë a muj mi diferencu midis vetes edhe profesionis, se jo me mishnune me profesionin edhe në është ta dalë
prej shtëpisë diku të shkollë i vrej tritë dhe nëse mbjen e herë me një mund diçka, kyç është më shumë me thonë si stili jetesës. Njëjtin që shumë profesionet e mjekut, ose s'mundesh me qenë mjek. Po, edhe me qenë shumë indiferent ai. Po, është njëjti, është më shumë si mision për në këtë rast edhe bashorti jem është punëtor rinor, edhe ai ka profesionin që për me zhvillu e të rritë, kështu që dyqyshin a lidhën, është më shumë se stil jetesës për besoj. Fëmijët janë gjysmë shqiptar nga Kosova, gjysmë britanik, Po. Si kanë të ndërthurura me që nuk i njohë, pra si janë karakteret e tyre edhe ky miksimi i traditës, kulturës, sa është i dukshëm, pra nëse ishe në takim të parë e dallon që e kanë edhe anën britaneze? Po mund është, për shembull nëse flasin anglisht e vrejnë theksin automatikisht britanezëve, po ata na kemi marrë vendim që fëmijët tanë më shkuajnë në kopsht prej moshës 9 muajshe në gjuhën shqipe. Edhe normal që se nanën e kanë shqiptare dhe ata të dytë flasin edhe kuptojnë gjuhën shqipe dhe vazhdojnë me shku në shkolla tona dhe kjo do të vazhdoj. Do me thonë, përdesa jetojmë në Kosovë, duhem me respektu kulturën e vendin tonë, normal, edhe fëmijët janë, për mdoket, kur të flasin me gjyshat e gjyshat e kanë komplet sukur kulturën sukur na, këtu, po këtë flasin me gjyshat në Angli, komplet ndrojnë, dhe më thonë, jo një farë interesant kulturat kombinim, po jënë mishnu me të dyjat. A ka qenë, apo si ka ardhë vendimi për me u zhvendosë në Kosovë? Po përderisa na kemi edhe profesion punën me adoleshentë, sidomos ose me tri, kina pas një diskutim bukur serios dhe me kësi familje, se është lund rol edhe kualiteti jetës, të gjitha shërbimet ndrojnë për vendet në vend, po kemi ardhë me përfundim që në Kosovë ka ma shumë nevoj për profesionin tonë, se sa ka në Angli. Në Angli na mundu me pas komoditetin, se normale kina familje në shpini, kemi atje, po kemi vendosë më ardhë në Kosovë, sepse këtu kina mënu që mundu me një mu ma shumë. Edhe kina, do thot, dhe imi vendos këtu, ta shpresojmë që dhe fëmijët ku të rriten kanë me desh me jetu, me vazhdu me jetu në Kosovë, por normal ata e në dhe britanez gjysëm, kështu që mundën me zgjedha të ku. E kanë sigurisht të drejten që të zgjedhin. Si jeni një orë me bashkëshortin? Bashkëshortin... Ka lidh puna? Po, puna nga ka lidh. Adriani, anglisht i thonë Adrian, po në thiri Adrian se thiri shqip. Adriani vjen prej një familje e cila i ka shërby me shumë gjenerata monarkisë, dhe sidomos aspektit ushtarak. A i ka qëllu që nuk është ushtarak, po është ma shumë i dediku në komunitet, edhe puna ka lidhë, dhe thotë, profesioni, po edhe dëshira për me një mu dhe me kontribuë në vend, kështë që dikujna, për jase elementit Gjakovës që për me edhe dikujna jena për shtatë, edhe dhe thotë jetojmë në Kosovë. Bukur, nëse kur të rritën fëmijët, me shpo kemi këtë diskutim, ti si non, pavarësisht që jam e bindur do t'i përkrahësh në çfarë do vendimi që ata ndërmarrin, po ajo krejt nga brenda e fshehur dëshira jote, cila do t'ishte, që t'jesh afër tyre fizikisht, apo të marrësh bisupe edhe këtë anën tjetër të largësisë edhe mërzisë që e kanë nonat, sidomos kur fëmijët janë largë. Po tash unë, si të gjitha nonat, dhe unë mas parë ju uroja tënve me qenë të lumëtën, se njëtë që ajo bazë është, me qenë të lumëtën, me qenë shëndosh, edhe më mërmeni e shakon shumë gjithmonë e hapur me gjitha ta lumëtërin kudo që është aja. Edhe unë mënoj si prind, na kemi obligim prej dashurisë që do mi majtë ofër, ka njerë mundën me gabu dhe me provu pakës me një prej kratë. Unë e kom mision, sepse punoj dhe vetë me 3 dhe është të rëndësishme, me i lojnë fëmijët e njerëzit, me fluturu, me atë ku është mas mirë për ta, dhe na mu me shiku dhe prej slartë dhe me qenë të lumë tërë. E mos mjau prej kratë. Mos mjau prej kratë. Rinat, faleminderit shumë që erdhe sot, ke kënaqësi me udhëtu pak në për disa prej periudhave të jetës tënde, të cilat i shfrytzuan besoj edhe për thirrje mesazhe për të rinj tonë dhe ju vetëm, por edhe prindrit. Faleminderit shumë që mirë. Faleminderit për ftesën. Është koha për publicitet, ne kthehem veç pas pak tek ju miq.